Mi bësot një lëndrim të jashtëzakonshëm, në ligjërat jashtë terminit të ligjëratave të caktuara në ditën e hanë dhe ditën e mërkur, për një shkak shumë madhështor, për një çështje thelbësore nga feja e Allahut subhanahu wa taala, për një çështje që në realitet meriton që besimtari të preokupohet çdo natë dhe çdo ditë, pa ndërprerje, në mësim, përsëritje dhe veprim me këtë vepër, me këtë obligim, me këtë bazë prej bazave të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Tash edhe diku 1 orë e gjys fillon heshtja parazgjedhore në shtetin tonë fqin, dhe atje mbahen zgjedhjet parlamentare. E që ka të bëje zgjedhjet parlamentare me neve, në vendin tonë apo në vende tjera, që kanë të bëjnë zgjedhjet parlamentare, apo ato komunale, apo ato presidenciale, me fejna Allahu subhanahu wa taala. A kanë ndonjë falishmërie? A është diçka puna shumë serioze? Po. Puna është shumë serioze. Për shkak se ditën e diell duke filluar prej orës 7 të mëngjesit, në mënyrë masovike fillon dhe i bëhet shirk Allahut subhanahu wa taala. I dilet karshia Allahu xhelle xhelaluhu. Dalin njerëzit masovikisht, zgjedhin ligjvënës tjerë pos Allahu subhanahu wa taala. Zgjedhin zotat e tyre të cilat do t'i adhurojnë, do t'i pasojnë, do t'i nënshtrohen atyre. Qysheceka në ligjëratën e ditës së xhuma, thot Said Kutbi, Allahu më shiroft, ajo çka neve më shumë ti na intereson sot është ta këshyrim, ta shirtojmë realitetin e fesë së njerëzve sot. Realitetin e fesë së njerëzve sot. Edhe do ta shohim se feja të cilën janë njerëzit sot, pa pikë dyshimi, nuk është feja e Allahut. Pse? Për shkak se feja e Allahut është sistemi dhe ligji i Allahut. Ai i cili e pason, ai i cili vjen me sistemin dhe ligjin e Allahut, ai është në fenë e Allahut. Dhe ai i cili e pason, dhe ai i cili vjen me sistemin dhe ligjin e mbretit, ai është në fenë e mbretit, nuk është në fenë e Allahut, dhe në këtë tematik nuk ka polemik. Pra feja e Allahut është ligji i Allahut. Feja e muslimanit, të cilën e ka obligim me pasue, të cilën Allahu e ka zgjedh për njerëzimin, e cila fe e vetmja është legjitime të Allahu, është ligji i Allahut. Është atë çka Allahu e ka bo halal, dhe është atë çka Allahu e ka bo haram, dhe është ajo çka Allahu na ka urdhëruar dhe na ka ndalu në shpallje Kur'an dhe Sunnet. E ai i cili punon dhe vepron për avancimin e këtij ligji, ky njeri është në fenë e Allahut. Ai i cili punon dhe vepron për avancimin e ligjit dhe sistemit tjetër i kujdo koftaj, me çfarë do emërtime të emërtohet ai nuk është në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se dha Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullahu taala se Islam do të thonë el istislamu lillahi wahdah. Islam do të thonë dorëzim vetëm për Allahun, dorëzim vetëm ndaj Allahut, nënshtrim vetëm ndaj Allahut. Thënë më ndryshe, Islam do të thonë me e marrë vetë në konsiderat vetëm atë që ka thonë Allahu.
Islam do me thonë me e marrë në konsiderat vetëm atë që Allahu ka thonë. Asaj me ju nështruhe, atë me e pasue, Allahun me adhurue, dhe prej gjithë shkaje tjetër, prej dikuj tjetër pos Allahut, mu distancue. Kjo është Islam. Moment që njeriu i dorëzohet Allahut dhe dikuj tjetër pos Allahut, apo thënë ndryshe, moment që njeriu i nënshtrohet ligjit të Allahut, sistemit të Allahut, dhe të njëjtën kohë edhe një ligji tjetër dhe një sistemi tjetër, moment që njeriu punon dhe vepron për avancimin e ligjit të Allahut dhe sistemit të Allahut, dhe njëkohësisht punon dhe vepron për avancimin e sistemit dhe ligjit të tjerëve, thotë Sheikhul Islam Taymija, Allah më shëroft, ky njeri është mushrik. Ky njeri është mushrik, nuk është musliman, nuk është besimtar. Pra kjo tematik është tematik shumë e madhe. Nuk është tematik me thonë muhabet mazdarke, po është thelbi dinit Allah subhanahu wa ta'ala.